Unë dua ta nis pikërisht nga sinergjia e krijuar për të arritur në formësimin e këtij produkti të ri në dispozicion të sipërmarrjes, sepse ka qenë themelore që ne nga ana jonë si qeveria e Shqipërisë të kishim bashkëpunimin dhe vullnetin e Bankës Shqipërisë dhe pastaj edhe të bankave të nivelit dytë, që për hir vërtetës, të paktën me fjalë, na kanë garantuar që do të bëjnë pjesën e tyre ashtu si duhet për suksesin e këtij programi. Them të paktën me fjalë, sepse e vërteta është që bankat janë futur në një zonë komforti jashtëzakonshëm, ndërkohë që të gjithë të tjerët luftojnë për të fituar, bankat fitojnë pa luftuar. Dhe jo vetëm kaq, po fitojnë goxha. Gjë që nuk natyrisht na bën xheloz, por na bën më kërkues ndaj bankave, pasi e vërteta është, kryetari i shoqatës ta me humbje, po nuk dalin me humbje as nga ky program, po nuk dalin me ndonjë fitim, si fitimet që bëjmë për shembull për banesat, që i kanë nga 6 në 7%, duke ndëjtur në ajër të kondicionuar, ndërkohë që këtu do rrinë në ajër të kondicionuar dhe do shlyen gjitha kostot dhe do kenë një fitim modest. Por, fitimi në afat mesëm dhe në afat gjatë edhe për bankat, do jeti konsiderueshëm sepse ajo që ne synojmë me këtë program është që t'i japim krah ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që të dyfishohen. Pra, ato që janë të mesme të rriten dhe të bëhen thuajse të mëdha, ato që janë të vogla të rriten dhe të bëhen të mesme. Është shumë e rëndësishme që kjo frymë bashkëpunimi që kemi pasur deri tani dhe dua ta falenderoj specifikisht guvernatorin, pasi ka qenë kyç në këtë projekt dhe natyrisht duke e falenderuar duhet të them që do kisha shumë dëshirë që ta falenderoja prapë mbas 6 muajsh për suksesin e këtij projekti, dhe suksesi i këtij projekti varet edhe nga presingu që do t'i bëj guvernatori, i cili u ka qenë i vogël kaluar edhe basketboll, edhe pse jo në nivelin e Ilir Trebickës që është unsall. Presingu që do t'i bëj bankave të nivelit të dytë për t'i nxjerrë nga zona e komfortit. Nga ana tjetër, duke qenë se bankat kanë një manual të tërë justifikimesh që e përdorin me eficiencë të lartë, dhe një nga këto justifikime është që planet e biznesit të ndërmarrjeve të vogla të mesme nuk janë mjaftueshmërisht të arrira dhe mjaftueshmërisht bindëse. Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces, që nuk e kemi pasur deri tani, një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombeve të Bashkuara këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspert ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që patjetër Ministria e Ekonomisë do të luajë rolin e vet për të
garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt Ministria nga biznesi dhe ka edhe një chatbox që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund të kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimi të shpejt, por edhe si një urë që do të na lehtësoj shikimin e gjithë pasqyrës së lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe njëkohësisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program. Por nuk është vetëm Ministria e Ekonomisë, këtu është një skuadër e cila ka objektiva të përbashkët, por edhe ka objektiva të ndarë sipas pjesëve të kësaj skuadre. Për këtë arsye, pa diskutim, Ministria e Financave ka qenë kyçe dhe dua ta falenderoj edhe ministrin, se më thonë nga njerë, po pse i falenderon ti këta këtë detyrën bëjnë, po detyrën bëjnë gjithë në këtë botë. Problemi është kush e bën më mirë dhe kush e bën më keq, se detyrën bëjnë. Ose kur thonë që pse bën ju sikur çfarë bëni, se me lekët tona po i bëni, po për lekët tona është qeveria, po ka qeveri që me lekët tona bëjnë punë të mira, ka qeveri që me lekët tona s'bëjnë asnjë punë dhe ka pasur edhe qeveri që me lekët tona kanë bërë punë të këqija. Kështu që dua ta falenderoj ministrin për kontributin dhe prapë edhe ministrin njësoj si gubernatorin, dua ta falenderoj dhe mas 6 muajsh për suksesin e projektit, sepse Ministria e Financave është kyçe edhe në ndërveprimin me bankat, pasi i kujtoj bankave që guvernatori ka ndorë shumë gjëra, por dhe Ministria e Financave nuk është pa gjë ndorë fare, në rast se bankat nuk do na shoqërojnë në këtë proces me të gjithë vullnetin e nevojshëm, sepse këtu bëhet fjalë për diçka që ta shpjegoj në fund, që është shumë e rëndësishme për të kuptuar se sa thjesht një program kredish. Po ashtu, Ministri i Bujqësisë dhe Ministria e Bujqësisë janë të rëndësishëm për projektin në 2 aspekte. Ne kemi këtë projekt në dispozicion të drejt për drejt subjekteve private dhe natyrisht kur vjen puna tek zhvillimi rural ka një prioritet qeveria të këtij mandati për të nxitur sa më shumë agropopullimin, sepse tek agroturizmi gjërat janë futur në shtratin e tyre, mund të them, por tek agropopulimi kemi shumë potencial dhe kemi shumë hapësirë të pa zhvilluar dhe nga ana tjetër një element i ri i programit është mbështetja e shoqërive të përbashkëta. Shoqërive të përbashkëta në fshat midis subjekteve private, fermerëve, sipërmarrësve të vegjël dhe të mesëm të fshatit dhe bashkive. Ndërkohë që kemi dhe Ministrinë e Kulturës dhe të Turizmit, që ka pjesën e vetë të
të procesit në stimulimin e sipërmarrjeve që lidhen me turizmin, po gjithmonë dhe dua ta theksoj, kjo kredi, ky program, kjo linjë kredie është menduar për të vegjëlit dhe për të mesmit, jo për të mëdhenj. Sipërmarrjet e mëdha nuk do kenë mundësi që të kenë akses në këtë program, edhe sikur të bëjmë nga ato truket që për fat mirë kemi disa që vinë nga sektori privat në qeveri dhe i kanë bërë vetë përpara, kështu që na kanë paralajmëruar se ku mund na futen të mëdhenjt, kështu që u kemi mbyllur të gjitha shtigjet. Dhe ministri i të gjitha pushteteve vendore, zoti Demo, i cili ka barën e koordinimit të bashkive me programin në drejtim të shoqërive të përbashkëta dhe patjetër ka edhe barën e koordinimit për paketën e maleve, që është një program tjetër ku mund të ketë edhe konvergjencë me linjën e kredisë. Për të qenë të qartë, linjat e financimit janë të parashikuara të stimulojnë produktivitetin, gjë që është një nga sfidat kryesore të ekonomisë tonë sot,